Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni për çështje penale, i ka caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaji Besart Kelmendit, i njohur me Nofkën Gjesti, i dyshuar për disa vepra penale. Sipas njoftimit të gjykatës, masa është caktuar pas kërkesës së prokurorisë themelore në Prishtinë, e cila dyshon se i pandehuri ka kryer veprat penale kanosja, asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë, si dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Gjyqtarja e procedurës paraprake pas dëgjimit të palëve dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës, ka vlerësuar se kërkesa e prokurorisë është e bazuar dhe ka vendosur që ndaj të pandehurit të caktohet masa e paraburgimit në kozgjatje prej 1 muaji. Sipas gjykatës, kjo masë është vlerësuar si adekuate në këtë fazë të procedurës, pasi ekzistojnë rrethana që tregojnë për rrezik të ikjes, mundësi të ndikimit në dëshmitar, si dhe rrezik të përsëritjes së veprës penale.